i ke dur në zonë. A jemi gati? Gati. Sot deputetët e lëvizjes së vendosje e ngritën prapë flamurin e madh që kemi më të madh që kemi e Kuvendit të Republikës së Kosovës për ta shënuar 28 nëntorin për ditën e flamurit dhe ditën e pavarësisë së shqiptarëve dhe po ashtu kjo koincidon tashmë 100 vjetorën e shpalljes së pavarësisë së shqiptarëve. Është ky moment që duhet uruar të gjithë shqiptarët për këtë 100 vjetor të ekzistencës së shtetit shqiptar. Por shumë më rëndësi është që ky moment dhe kjo ditë të shfrytëzohet për reflektim për këto 100 vite që i ka kaluar kohë mbyll, për vështirësitë që ka kaluar kohë mbyll, por veçanërisht për vështirësitë me të cilat po ballafaqohemi sot dhe për të ardhmen e kohë mbyll. Pra 28 nëntori duhet na kujtoj se projekti i rilindasve për një Shqipëri të pavarur, sovrane, ende nuk është realizuar dhe ky projekt i rilindasve duhet të jetë projekti secilit prej nesh dhe të gjithëve së bashku. Pra me këtë 28 nëntor dhe me këtë flamur që e ngriti këtu lëvizja e vendosje dhe me gjitha ta flamur që e ngriti gjithandej nëpër Kosovë dhe trevat shqiptare, duhet ta kujtojmë se shteti shqiptar, i cili nuk u përfundua me 1912, është domosdoshmëria jonë. Pra sot duhet ta kujtojmë se për shkak se jemi të ndarë, jemi duke jetuar këtë varfrik, për shkak se jemi të ndarë, jemi duke jetuar këtë tendencë vllazëruese të fqinjve për trevat tona dhe për shkak se jemi të ndarë, jemi sot në pozitën në cilin jemi. Pra bashkimi do të na bënte më të fortë, më të fuqishëm dhe bashkimi do ta garantonte sovranitetin e shqiptarëve dhe do ta garantonte sigurinë e tokave shqiptare. Pra sot duhet ta kujtojmë se si ende Kosova edhe pas 5 viteve pavarësi nuk ka arritur që ta kontrollojë tërë territorin e vet. Sot duhet ta kujtojmë se gjithandej ka jetojnë shqiptarët, jetojnë në kushte të mjerueshme, jetojnë në varfëri sociale dhe jetojnë në degradim ekonomik. Pra këto janë ato probleme me të cilat duhet ballafaqohemi si këmbë dhe për të cilat duhet punojmë në mënyrë që kombi shqiptar dhe shteti shqiptar të jenë shtet prosperues dhe shtet i dëshiruar për të jetuar në të. Dhe kjo dëshirë është vullneti shqiptarëve, është aspirata shqiptarëve dhe si të tillë duhet ta trajtojmë në vitet që po vinë, në ditët që po vinë dhe duhet të konsiderojmë institucionet tona dhe të kërkojmë nga institucionet tona, të shtyjmë institucionet tona në mënyrë që ato të jenë institucione për shqiptarët dhe të jenë institucione për shqiptarët.